Dhe tani, Enkel Demi, Greta Togani dhe Glen Laknori sjellin Kape Renën. Dhe kuj do t'i shkote mendja që Brad Pitt mund të kishte vdekur gjatë xhirimeve për Formula 1. Merre me mend, marbur, merre me mend. Ty po të kërkoj e pamundur të gjidot. Kërkoj mazhin tënd e kërkoj atë milion, 1 milion, 2 milion, po në zemër sa kushton 1 milion, 2 milion, sa është në Shqipërinë? Ndoshta nuk është bukur, ndoshta nuk është Karino, po bravo. Mos të zhvishni, mos të zhvishni. Mos të na shohin. Mos të zhvishni. Krepin kudo që gjendet. Pse nuk e thua këtë? Po, personazhi Quarantino janë vetëm me gjak. Janë vetëm me gjak. Personazhi Quarantino. Po me gjak falso. Qofse ta marrësh vesh Kape Renën edhe në këtë rast. Mos e shit kaq shkollaj Quarantino. Po ç'kemi si kalut? Duket sigurisht ishte një emision. Unë kam qenë shumë mirë me shëndet. Në fakt dhe shkova dje dhe u vizitova në një klinikë private. Merdi dikush i vizitoi, ishte mjek. Mjek me kostum kravatë, më goxha, dhe me zë potent. Në privat apo shtetëror? Privat. Dhe më tha e japin presidencën bed and breakfast. Ç'a thotë valla? Bed and breakfast. Bed and bed. Çmimet i kishte popullore. Po më bravo i qoftë. Pagu populli. Pagu populli. Po pra pagun ti, paguj unë që ky të. Si ka që t'jetë i ëmbël. Atë që e ka. Dhe ka për ta pas gjithë jetën, jo për gjë. Rregullove ti atë zyrën që do të 600 metra. Jo, po fola me Erdin. Fola me Erdin, i thash Erdi kur të rregullojmë zyrën. E di çfarë tha Erdi apo jo? E di unë. Do të sigaren. Edhe ajo i tha vetëm qofse nuk do të vras njeri. Do ta lë cigaren. Është pi duan akoma sot kësaj dite, për ai ka dhënë të verdha jo? Ka qef. Meloni. Se di duhet pyes kryeministrin. Sa e njeh nga afër. Ai e ka motor. Pjepri? Po. Edhe mua. Meloni. Pabrica Meloni është planeta parë opër Slaskara në Itali. Kuptova. Me qira fjala, mbas një javë distancë, ju prezantoj me Egin këtë fans të tmerrshëm të Massimo Ranierit. Perdere l'amore. Se bruciasse la città. Pam pam. Imsoj të tjera, është kari përgatitur. Është Egi do filloj turin azilit e pleqjve. Do gjej talentet e reja. Rosa comprato stasera. Se nuk është këngë fashiste kjo? Mos ta diskriminoni kështu për flasim për Po se Giorgio Meloni apo jo, çka rëndsi tani. Ja po si kaloi isha ke kjo që neve na mungojnë, po jo ty, domethënë tani të lutem. Kemi nisur edhe sot Kape Renën në radion kombëtare Club FM dhe Kape Renën është i prodhim i kësaj radio në bashkëpunim me Faktoja, mbështetet. Dhe mundsuar nga fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Apo tani të lutem. Të thash asnjë gjë, faleminderit. Jemi drejt për drejt vetëm në Club FM Shqipëri, por dhe Club FM Kosovë, se kemi ulur në stolin e pushimit Dugin aty te balkoni. Përshëndetje. Ju përshëndesim. Edhe në aplikacioni që mund ta shkarkoni me 3 hapa. Me 3 hapa. Po. E para. Hapi par. Marrim telefonin. Shkojmë ke Apple Store ç'është ajo? Shkarkojmë aplikacionin dhe edhe dëgjojmë 3 radio. 3 radio. Ena, Dio, Trio. Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë dhe Radio Shqip. Mirë, i tham të tëra, besoj se i kemi kryer punët, miru pafshim hikim. Absolutisht, bolale. Kur ta del rrogën që ta justifikojmë, atëherë na duhet ta mbarojmë që të justifikojmë. Çfarë pyetje? Ne marrim të rrogën atë. Atëherë, me që jemi këtu, ecim. Që kam qef sot. Ky emision sot do të hapet me monopatina. Ti ke qenë ndonjëherë përdoruesi monopatinës? Kur? Jam kundër. Asnjëherë, edhe unë jam kundër. Jam gëzuar shumë që i morën dhe që u mbyllëm dy vija. Çfarë? U mbyllëm TV-a. Dje e mbyllëm pra. Si ka mundësi? Si televizion që promovon vetëm muzikë elektronike. Kaq, asgjë tjetër. Asgjë tjetër. Po e ka filluar me Dire Straits më burr. Po pikërisht pra, se kur e pyetën atë janë pesin kur erdhi këtu intervistë, Patricën e prapë i than ç'a mendimi ke për MTV-n? Është televizori më grop tha sepse në vitet 70 promovoi muzikën elektronike. Prandaj ka ik për lesh. Edhe bab e mbyllën 2025-ën. Që është Renan. Jo mos është ka me tamam. Jo, po nuk është mbyll me tamam. E di më di. Po e kemi thënë në makinë me disa vjetësh dhe qam. Jo mund çaj, jo mbet qefi. Megjithë lajmi i parë i rrem për ndalimin e monopatinave. Po. Atë më që përpara një viti nuk ka kaluar shumë, Lalieri bënte shëtitje me një monopatin dhe promovonte këtë mjet si pjesë e një Tirane më miqësore. Dhe kalonte më ekologjike dhe më inovative. Me bicikletë do kisha arritur. Me monopatin. Shiko ç'a bëhet më se kam parë më. Por e kam thënë shpesh. Hiku Lali.
cilësia e jetës në Tiranë. E ke bën edhe trafiku? Po. Sur ka dalë pak sikota nga kontrolli. Edhe Sonila nuk e bëri emisionin. Flavio po shuan kohët. Po, pra, Greta po. Apo janë këto të kësaj medie se vetëm ankohen. Po, pra, po sipas ti. Ne vetëm flasim vërtetën. Apo ky është një mjet 100% i pastër dhe mjet pune, jo akrobatik që mund të lehtësoj trafikun dhe të ofrojë lëvizje më të shpejtë dhe të qëndrueshme për gjithë qytetarët. A ke për monopatinën. Tani një vit më vonë. Po. Kaluam nga promovimi i monopatinave tek ndalimi. Një vit vetëm. Është thjesht një foli që zgjedhohet vëlla. Se nuk mjafton një vit, nuk keni të shijosh sa gjëra. Me një njoftim të beft të dielën. Të beft. Të 12 tetorit, 12 orë përpara ndalimit, llogarit që 8 orë janë gjumë. Punojnë dhe dielave ata. Po. Në orën 12:05, Ministria e Përbrendshme Albana. E përshëndesim. Po, Koçiu. Pati e përshëndesim. Një person është, nuk ka nevojë ta përshëndet 2 herë. Ka respekt me që është lajmëroi se duke nisur nga kjo e hënë, do ndalohen monopatinat. Dhe lajmëroi këtë së bashku me zotin Ilir Proda, se duhet ta. I cili është drejtori policie. Nga e di Greta këtë. Sepse kam shok vllain e tij. Okej. Dhe mund të jesh një viktimë e monopatinës. Ta kanë marrë dhe ty dhe s'tregon. Mundet. Njoftimi u publikua fillimisht në rrjetet sociale. Më pas u prap nga mediat dhe u lan qytetarëve vetëm 12 orë. Mos haro që një monopatin kushton gati 700 euro? Po, ka 700 që i arritë. Çka rëndësishme është se u rrit kërkesa, u rritën çmimet, u zgjidhen ca halle, u prishin ca tjera. Dhe rëndësishme është që shteti të thotë një ditë përpara. Po, 12 orë. Po çes dita? Një ditë okej, një ditë jo natën, po ish natën. Po lëm ditë. 12 orë të vogla. Kaq, nuk nesër, kjo tregon që e tha dhe e bën. E bën më. Që herës tjetër keni kujdes. Dëgjoni çfarë thotë shteti. Por ama, edhe zonja ministre, edhe zoti Proda, e përdorën shprehjen e jashtëzakonshme. Shpresojmë tek mirë kuptimi juaj. Patjetër. Është etik profesionale kjo lale. Dhe me që u mirë kuptuan, të honën i thyn mes ata të pa mirë kuptueshmit. Ata që s'dëgjuan vëlla. Mirë jo bën. Protesta maç, ndodhi më vonë. Në rrugët e Tiranës mes trafikut zakonshëm fillim javës shije përdorus monopatinash që vionin qarkullimin si zakonisht. Dhe si zotërinj, me thënë drejtën. Disa prej tyre u ndaluan nga dyshe. Buk 52. Xhakella Manela top tira që pallenza gu ftoas më vjen mua. Më rregull, disa prej tyre u ndaluan nga postollojt e ngritura në disa akse kryesore tek shinin mjetet e sekuestruara. Sa mu boj qefi. Po. Të tjerë, megjithëse ishin në dieni të ndalimit, nuk kishin gjetur dot zgjidhje alternative për të shkuar në punë apo në shkollë. Si përfundim. Po. Kur qeveria vendosi është vet Ali dhe vet Kadi, çdo gjë mund të ndodhë se jetojmë në Tiranë. Mjafton. Sa zhurm. Po, numrat e telefonit unë di përmend. Njëri pak. Mund ta them. Për çfarë duhet këto numrat e telefonit? Më duhet ta them nëse do fillojmë ti ke versionin tënd, unë kam një version tjetër, ti ke version tjetër. Quiz, ku do të ketë edhe fitues nëpërmjet quizit. Çka kemi kësaj për të fituar? Çfarë dam? Bizhu kemi nga Edhe bileta për Cineplex. Do më tepër ti se kaq po. Jo, unë studium mirë do dhe pizza. Të ta sjellim. Atje me ham atje. Stam të ngrohtë. Ne nuk duam, ata duan ta dëgjojnë numrin e telefonit e kim. 069 Unë kam bërë gjithmonë që kur e gje nis me këtë lloj gjëje, ti gjithmonë i bashkohesh, është e pamundur. Do të bashkohem edhe ty. Të lutem. Mos prek. Okej, mos u afro. Pasi e prekëm çfarë 3 herë tha, si ishte në gjë. Uan ku pas e fa në gjë. Ka perrena. Ishte ana sjellta e ka protektin direkt. Kemi numër në Prishtinë apo s'kemi? Kemi patjetër dhe në Prishtinë jo vetëm. 1 2 3. Në gjithë Kosovën. Duhet ta them në gjuhën e tyre ndoshta. Patjetër që të përbashkohemi. Fani sa gjuhë flisni. Unë nuk e flas atë. Bëu çik gjithë përfshirëse. Plus 383495511 nëse na drejtoni nga Kosova. Dhe çfarë do ndodh? Duhet gjeni në karikën shkon te gënjeshtër pra renën e kësaj jave. Unë dhe Egi do të lexojmë nga një variant, ju duhet gjeni kush gënjen prej në dy. Po zemra bukur, filloti, go ahead. Jepi. Okay, I will. Në preferencë ka të bëj çka. Në muajin në preferencë. Sepse më ka munguar ta bëj Egi. Në muajin e ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, në rrjetet sociale po qarkullon një lajm se Zvicra ka ndaluar mamografinë si metodë ekzaminimi. Pasi kjo e fundit shkakton dëme. Mamografit përdorin RZX për të kontrolluar praninë e kancerit, veçanërisht tumoret shumë të vogla për tu parë ose për tu ndjerë. Ekzaminimi përfshin shtypjen e secilit gjim midis dy pllakave,
Të cilat përhapin Indin, po duket sikur keni komente. Jo. Fare. Jam shumë kurios. Në këtë më serioz se kaq nuk mund të shkonte apo? Jo, absolutisht qipo. Këto dy pllakat hapin Indin e Gjirit në mënyrë që të mund të bëhen fotografi të qarta. Por një raport i vitit 2014 nga bordi mjekësor zviceran vuri në pikpyetje përfitimet e mamografive dhe rekomandoi ndërprerjen e përdorimit të tyre. Tani tema është shumë serioze. Veshët 4 ka qenë një klub e femit. Tani ç'a doni alternativën tjetër? Patjetër, gati e kam. Jepi si në xhepi. Jepi, po bëj kujdes. Po. Sepse duhet të jesh shumë serioz. Patjetër që po. Dhe zëri do të jetë impostuar si një aktor i para viteve 90. Që në mënyrë që çdo fjalë jote të peshoj 1.2 kuintal sa ka qenë rendimenti për i patates si shtavecit. Në muajin e ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit. Në rrjete sociale po qarkullon lajmi se Zvicra ka ndaluar mamografin si metodë ekzaminimi pasi ajo shkakton dëme. Mamografit përdorin rreze X për të kontrolluar praninë e kancerit. Një raport i vitit 2014 nga bordi mjekësor zvicerian. Merë më të fort. Bordi mjekësor zvicerian vuri në pikpyetje për fitimet e mamografive dhe rekomandoi ndërprerjen e përdorimit të tyre. Mirë shumë. Ishte perfekt. Por ekspertët dhe organizatat mjekësore i kritikua gjetje duke quajtur raportin të gabuar dhe mashtrues. Tani bërën e but fare. Pra, nuk është e vërtetë që Zvicra ka ndaluar mamografit. Ç'do thua ti? Pra 069 20 70 222 dhe +33 49551144 nëse na drejtoni nga Kosova. Shkruani, luajmë për Bijou nga Rivaldi Watches dhe mbi gjitha për bileta në Cineplex. Pra jemi gjithmonë me Kaperenën apo jo? Patjetër që po, mund ta thoni në një film Cineplex pak që përgatisin njerëzit. Është ky film i fundit për shembull Leonardo DiCaprio. Është me shpata? Jo, është ky me Leonardo DiCaprio. Po si e ka ky me Leonardo DiCaprio? Nga lufta në luftë, s'ka një kështu domethënë from another. Më thanë që ishte i mirë, po ishte ca i gjatë, pra duhet të bërë një plan darkë i mirë. Është sa herë ka marrë, një herë ka marrë ky le thaj. I have no idea, I don't remember. Zero go. Jepi Greta. I flas gjithë gjuhët, s'kam çaj bëj. Gati për një tjetër rrenë. Bektash kemi. Gjatë fushatës elektorale të vitit 2023, na shkoi jeta fushat. Fisnik Qosja premtoi diçka që tingëllonte si një lehtësim i menjëhershëm për prindrit e rinj. Do të ofrojnë bonuse mujore në vlerën 5.000 lekë në muaj për çdo lindje të re. Fisnik Qosja kush është? Kavaj? Fisi është kryetari i Kavajës. Disa mirë hahet Kavaja po. Po e di. Po ke muhabet me Fisin? Unë fare. Mos bëhet për me emër se janë reklama pastaj. Ky premtim vlente për vitin e parë të jetës. Pra, kështu deklaroi ai më 23 shkurt në një intervistë mediatike. Duke shtuar se kjo do të realizojë brenda 6 muajve të parë të mandatit të tij. Brenda 6 muajve, kur thon brenda 6 muajve e kanë me futboll. Gjithmonë ka gjithë ditë e para. Po. Edhe më 10 mars të 2023 ai e përsëriti. Edhe më. Edhe më 10 mars ai e përsëriti këtë premtim dhe 2 vite më vonë është i opozitës. U arifmos Pukalitero. Po, pra. Që ka opozitës? Është i Joni, është i syut piknet. Merë, vazhdo fol për Flavio. 2 vite më vonë faktoi super fash. Sigur të për Flavion. Ky Flavio, ky faktoi. Bashkisë së Kavajës. Gjithaj titan do. Për të pyetur mbi zbatimin e këtij premtimi. E keni seriozisht? E keni seriozisht? Ka thënë Igi të hiq pipthin. Do nisim me këtë lojë? Merë telefonin, ka thënë Igi hiq pipthin. Përgjigj. Zvjezdar vjen në televizion, kështu media kombëtare. Hajde mendja, imagjino. Është dikush këtu që nuk shfaqet shpesh, që po meket. Përgjigjja e bashkisë ishte shumë e çuditshme. Pra pasi faktoi e kërkoi ta faktonin. Bonuset kanë qenë të kaluarën, po tani nuk jepen më. Nuk jepen më këto. Megjithatë bëra i kudeti e kurrëra. Bashkia u tregua e shkatët pasi shmangu përgjegjësinë duke e kaluar topin ministrisë. Po ministria ç'a mendon? Vertikalizoni çuna. Ndërkohë qeveria qendrore ka bërë me dije se do të ndryshojë skemën e mbështetjes financiare për bebat. 1.200 euro. Duke të kaluar çdo premtim lokal. Sipas formulës së re, fëmijët do të marrin një kompensim financiar çdo muaj deri në moshën 5 vjeçare. Edhe i monopatin ta ketë. 5 muaj
E di, po të ishin bën non me 5 fëmijë. Çdo muaj deri moshën 5 vjeçare. 241 lekë për fëmijën e parë. Perfekt valla. Me truall. 7.000 lekë për fëmijën e dytë, 10.000 lekë për fëmijën e tretë. Janë të lere varja, domethënë nuk bëhet ky vend. Asgjë sikur dielli. Nuk bëhet. Nuk funksionon. Domethënë pas ka qenë e gjitha një rrenkë. Po si mund të gënjesh për bonus për fëmijë? Nuk e di, prandaj kandidati im i preferuar për Tiranën quhet Kujtim Gjuzi. Po, i cili thotë që nëse ti do jesh nën me 5 fëmijë, pra ne të dy duhet bëhemi nën me shumë fëmijë. Duhet bëjmë. 241 metra katror tjep teatri me Chelsea Ndor. Pa se 241 penthouse se çfarë do të reja. Punë e tij, domethënë lëre njerëzit të mbajnë brenda 6 muajve të parë, siç ishte kjo punë e fisit, po. 6 muaj, me sa i bie me ditë apo varet si? Nuk e di. 180. Po 180. Hajde 185. 181. Tani do të vazhdoj unë. Patjetër që po valla. Kemi preferenca. Me këtë mamografinë e Zvicrës kush po rrende nga ju dy? Më thoni tani pse presim kush? Ata vendosin publiku 069 20 70 222 që ka la Manella. A e ka ndaluar Zvicra mamografinë? Apo jo. Te nga Kosova kishim numër the? +383 49 55 1144. Jepi. A ju kujtohen mbetjet helmuese që bridhnin nëpër det me anije të mëdha? Sa romantike. Pyetja, a ju kujtohen apo nuk ju kujtohen? Ke parasysh ato me flamur? Po pikërisht pra. Në formë ylberi. Patjetër. Që bridhnin nga një breg në tjetrin. Dhe që ne raportonim, domethënë iku nga deti mesme dhe shkoi në një det tjetër, kupton apo jo? E bukur shumë. Delfinat që shoqëronin betjet. Garibaldi. E justifikon rrogën sekretar Jurie. Bravo, faleminderit. Ata janë kthyer në tokë dhe janë vendosur në 102 kontenierë të mëdhenj ose kontejner. Ku janë këto më që ti ke bën një vizitë, një shëtitje dorë për dorë me Gretën. Ja ta them, ore lulebore. Vetëm 200 metra larg nga banesat në lagjen Rinia. Ka afër, i fusim dhe i drek aty, god verd bar. Rinia i referoheni parkut në Korç, Rinia, tiktoni tu apo fshati Rinia që është në Flak. Është nuk e di, domethënë kjo nuk e di në Shqipërinë, pra është atje që po them unë. Megjithatë për emrin Flak mund të kem një lloj vërejtje të vogël. Mbi kallimi i Flakës në të djathtë shkon ke fshati Rinia që është një lagje, nëse nuk ka rëndësi. Nuk ju duhet ju jeni lebër. Ashtu der. Jemi lebër. Po prandaj po them pra, një zonë urbane me Porto Romanos. Se e njoh mirë, jam topograf. Po. Nëse industriale dhe Shëna Vllashit. Mbi kallimi i Flakës, djathtas, dalim këtu ku po them unë. Shëna Vllashit. Ashtu. Banorët kaq kohë ose kanë kaq kohë që ngren zërin, por puna është se kurkush nuk ka vesh ti dëgjoj. Si e ngren zërin banorët? Se kjo është shumë interesante. Ata të Shëna Vllashit. Bën shumë. Jo, ato nuk bërtasin. Fakti që bërtet nuk të bën që të japin drejt, jo. Po nëse qëndron shtrembër. Përshëndetje Zeqine. Vishu Berti se fillon me zh. Plot një vit ju desh së prokurorisë së Durrësit ta kuptonte se në Shqipëri nuk ka asnjë laborator të certifikuar për kryerjen e analizave të 2100 ton mbetje. Po çfarë janë 2100 ton mbetje të rrezikshme asnjë gjë. Ne jemi 2025, viti është kjo 2100 pesha. Janë hiç mos gjë, domethënë hiç mos gjë, jo po toka është e shesht pastaj. Po pra, tamam. Mbetje të rrezikshme, këtyre po i referohemi. Nese. Ama. Okej, në rregull. Ama. Reforma në drejtësi ecën përpara come sempre. Ne ecim përpara. Ose u deta internacionale, ç'është? Dappertutto. Mos ta përmend emra fjalë pistat. Në datën 9 tetor, ekspertët morën kampion nga 102 kontejner ose kontenierë dhe i dërguan në një laborator në Itali, duke pritur tashmë përgjigjen e zyrtare. Në një vit hetim, ose më saktë, në një vit helmim, apo mos ta them kështu. Si të duash. Okej, në një vit hetim, si ka të vi nga bota e brendshme shpirtërore jote. Okej. Në një vit hetim nuk ka asnjë person të marrë në akuzë, ndërsa denoncuesit e kësaj çështje, organizata mjedisore ndërkombëtare BAN dhe drejtori i saj Jim Puckett janë përjashtuar nga hetimi sepse me siguri nga që janë të jashtëm. Po të jashtëm, ç'pun kanë ata me punë të brendshme tona? Ç'pun kanë ato me plerat tona? Le të pyesim ministrin e punëve të përbrendshme. Po pra. Drejtori ekzekutiv i BAN, Jim Puckett, erdhi në Shqipëri dhe u vetofrua që të merrte pjesë në çdo proces të transportimit. Me këtë emër ky maksimumi mund vetë ofrohet për xhepist, po jo na japi mend. Po pra. Kë kemi xhepist në qeveri? Kemi disa, domethënë me forcat tona veç. Janë prodhim bio. Dhe analizimi të mbetjeve të dyshuara toksike, por hasin në vështirësi të pakalueshme. Keli. Faktoje. Faktoje. Identifiko tani, të lutem.
Faktoja mëson se institucioni i akuzës ka refuzuar marrjen e dëshmisë dhe dokumentacioni që disponon ban, se përse qysh apo çift, këtë e di vetëm reforma në drejtësi. Mos u çoni. Ndërkohë kujtojmë që kemi ende një quiz aktiv, a e ka hequr Zvicra mamografin apo jo? Cili po rën, Greta apo Egi? Dhe a mundem të lexoj një mesazh që na ka ardhur si rrallë herë? Nga ato për cilat ne kemi urime për emisionin. Po mos jetë shumë, mos e lexo, domethënë. Pikërisht për këtë do e lexoj. Është hera e parë që po ndodh. Merr kontën. How are you guys? Thanks a lot, my mama. Ke gatruar. How are you guys? Tre presja. Ju dëgjoj me kënaqësi kur e gjej kohën. Tre presja. Po. Jeni më të mirë them. Po. Mos e Luana, se thotë që hey guys. Ja. Okej. Ju përshëndes nga Jacksonville në Florida. Jam rrugës për në Tampa, lezohet? Tampa. Në Florida. Okej. Është vend pellaz. Jo, Tampa, Florida, zbretani po. I vuri stapën muhabetit. Tampa. Ke parasysh Tampa. Jam rrugës për në Tampa, thot? Tre presja? Kalofshi bukur, po kënaqem. Dhe në fund ka shkruar, jam Bruno. 3 pika. Wow. Bye. Bruno, faleminderit shumë. Respekt. Atëherë, numri privat i Gretës është Bruno. Po, të lutem Egi, thuaje numrin tim privat? Ja, si nis me WhatsApp Bruno. 0692070 222. Faleminderit. Ndërsa numri im kur shkoj në një tjetër shtet ku flas një tjetër gjuhë është +33 49555144. Po ju bë përshtypje që le më bunaj lek këto kush e ka organizuar. Gjob me thelbin. Nesër është protesta. A nuk bë përshtypje që nuk do pagush. Me shkun Kosovë dhe marr. S'kam plan fare me i Kosovën. Po i ka futi i paleke ke. Po i futi banjardhi dha se ke paleke por. Nuk do, më çesh kjo punë. Pres nga Kosova të vinë. Po doktori, pse s'do ikte ke protesta? Kishte dhënë me barku. Okej. Po barku pse është këtë të post ditëlindjes tani. Pra, domethënë ka qenë gjithaj parti gjatë etj. Se nuk besoj që po themi në gjë që nuk do ekzistojë. Ose që nuk do ndodhi. Ha, deri 100 bësh. Ka doktori sot ditën apo ka pas? E kishte parë dje. Sot e ka i doktori tjetër. Sot e ka Aurela Gaçe. Sot e ka Aurela Gaçe. Aurela Gaçe. Përshëndesim. Fati ynë shpresë dhe marrëzi. Që mund ta keni, shikoj mund ta keni se lajm ta thoni ke vazhdimi i programit si ka ky emisioni ju. Kaperenën është një program që prodhohet nga Faktoje, Klab FM, mbështetet nga mbështetet nga Faktoje dhe mundsohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Sa bukur e thot. Shndrojmë në ambiance, një projekt ligj për Parazitët po më? La, shko la, që mos është parazit. Ambiente dhe doja të krijoja ambiance. Një projekt ligj për barazinë gjinore i depozituar në kuvent ka ndezur debat mbi përkufizimin e termit gjini. Ju andje ulsi ose E hoqën në këtë proces. Edhe këtë proces. Ran dakord gjithë, po s'kam. Vetëm 2 njifen në Shqipëri. Bura gra si ulsin kom. Si shtri. S'kam, kështu që. Po pse u hartua një draft i ri Ti ke nga nesër ke burrave, mos i det tash. Lutem ik jam. Po se sa ne difuzojmë rastin më burr. Unë isha ata. Aromat njësojën, po ti duhet mbledh vetëm tani. Hajde, përqendro. Aktualisht ka një ligj për barazinë gjinore në Shqipëri që është në fuqi qysh prej 2008-s dhe nuk ka pasur ndryshime. Vjetrohen shumë shpejt ligjet në Shqipëri, nuk e di pse. Edhe pse nga 2008-a. Tani, kush e përgatiti këtë ligjin e ri? Dokumentet zyrtare që i bashklidhen këtij projekt ligji sqarohet se drafti për barazinë gjinore është miratuar nga një grup pune i Ministrisë së Shëndetësisë. Më tej, në regjistrin elektronik për njoftimet dhe konsultimet publike janë regjistruar 1403 shikime ose vizitor, po kemi dhe në patronazhin stan dhe është postuar një koment nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit. Ka Komiteti Shqiptar i Helsinkit? Jo, ka patjetër ka qenë. Ky është boj pari fare. Pastaj janë edhe apokaliptika pjesë e tyre? Është Komiteti Qendror i Helsinkit, ka qenë dhe Jelsini i BRSS-s. Komplet. Elsa. Drafti fillestari i hartuar nga Ministria e Shëndetësisë. Rose. I hedhur për konsultim publik në mars të 2025-s përfshinte një përkufizim tradicional të gjinisë, ku termi gra dhe burra në kuptim të këtij ligji nuk kuptonte vajzat e djem. Gjatë procesit të konsultimeve, Ministria e Shëndetësisë njofton në korrespondencë zyrtare se Aleanca LGBTI kërkoi që projekt ligji të mos kufizojë vetëm në 2 kategori gjinore. Dhe çfarë ndodh? Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale e reflekton këtë propozim duke zgjeruar përkufizimin dhe në versionin përfundimtar që është depozituar në kuvent, termi gjini
merr një kuptim të ri juridik. Priste menja. Sepse më është drejtësh. E kërë drejtësh s'ka kërkush. Isha unë duke folur kështu. Jo, mi shpirti. Jo, mi Fjalori fjalori gjuhës shqipe, jo. Jepi. Termi gjini ka marrë një kuptim të ri juridik. Gjini. A e dini cili Termi është? gjini. Po shkon nusja në gjini. Po pra. Kemi gjithë të flasi për beskallak, themi ose fisit. ç'po ka E përshëndesim dhe besë kemi shok të E vjetër. përshëndesim edhe pse se Oh, kemi shok. gjin. Gjini sipas gjinia. Ose gjini. Gjini. Po gjini dialekt. Po gjini, që Gjini, po më sa shumë fjalë që ka me gjini me. Po. Sipas këtij ligji ka kuptimin gjithë Ma përfshirë. edhe duka gjini o Po burr. pra, ne thonë ato që ka shumë gjinima. Sa ti referohen më burr. Me siguri. Ka kuptim gjithë përfshirës tashmë në përputhje me parimet e barazisë, mos diskriminimit, lidhur me identitetin, me shprehjen gjinore, Bla bla bla. Tani për këtë parimin, për këtë ndryshimin thelbësor kanë merit 18 përfaqësues të organizatorëve qave. Si ka mund kush ka bërë këtë lajmin 2 vjet gjatë më burr. Çull dies na bone më burr. Aman, do të bie ty tash. Se di si jam sot. Po jam shumë. Ishte shumë Mos fjalë, interesante. Rena. Dëshironi të dini këto organizata aty qeveritare që Wow. kanë marrë Tuaj pjesë në gjitha. këtë. Tre menaxhojun. A është Sorosi? UNDP, Një. S'është UN më këtu. Women, E kanë UN Women, E neq. UNICEF, E kanë unisexe. UNICEF, E kanë është nduket. UNOPSI dhe UNOPSI, po. IOM. 7 përfaqësues nga ambasada dhe agjenci ndërkombëtare, Po, ambasada s'ku se suedeze, bëjë bir, ku ambasada e janë? vendeve të ulta. Holland. E vendeve të ulta është Hollanda. Lepejba nuk i Delegacioni quajmë. BE-s, Vendet e ulta. Giz ose BE, Ada e kështu me radhë. Po Sorosi? Ai Ulsion. pse do të thon? Po Soros nuk është fare ky më. Çeka me sa. Po pse akuzojnë Sorosin këtu? Mos i ka marrë boja aty që ka shkruar. Mos i ka marrë boja prindërit. Sorosin. Na fal, më fal. Okej, më fal. Po. Pse s'ngjin këngë marrim çik veten? Ë? Ta gjejmë këngë marrim çik veten? Okej. Ë? Kape Renën me Kelin, Gretën dhe Egin, çdo të njëjta, nga ora 16 deri në 17 në Radio Club FM Shqipëri dhe Kosovë. Kape Renën është një prodhim i Radios Club FM me mbështetjen e Faktoje, mundësuar nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Jemi gjithmonë me Kape Renën. Sigurisht, Shqipa. Vazhdojmë se kemi një paretin është shumë të rëndësishme. Ecim. Top 5 Kape Renën. Për këtë javë, Rena numër 5. Sipas tre studiuesve italian, Corrado Malanga, Filippo Biondi dhe Armando Mei, në piramidën e Kafre, një nga tre piramidat e Jo Gizës, më gjallë. gjenden 8 struktura cilindrike spirale që shtrihen në një thellësi prej më shumë se 600 metrash. Por sa të besueshëm janë shkencarët në fjalë? Shkencarët më pëlqen shumë. Ai mua pëlqen Si ajo, shumë. Ka lindur në Vlorë si fjalë. Një nga autorët e zbulimit, isti. Corrado Malanga, është pjesë e 3.200 Universitetit të euro Pizës. E ma mirë. Por fusha e tij ekspertizës është kimia organike. Wow. Përshëndesim Kozeta Vason. Ai Po si, gjithashtu ka një edhe interes të rrugë vetë shqiptare me shpallur në ufologji. Edhe ku vendi Studiuesi Shqipërisë me euro tjetër, paguan. Filippo Biondi, postoi një mesazh në euro. LinkedIn pasi Na pas fal, prezantimit për shtyp për të sqaruar se ai nuk është më i lidhur me Universitetin e Strathclyde në Skoci dhe tani drejton Strathclyde, po, në Skoci dhe tani drejton një kompani private të imazherive të Me gjetën radarëve. nga piramidat me Dikë më Patjetër. kujton. Antari i tretë i ekipit, Armando Meje, përshkruan veten si një Armando studiues dhe gazetari Meje. pavarur Reymane. arkeologjik sipas llogarisë së tij në LinkedIn. Ai është autori i disa librave që mbrojnë teoritë pseudo-arkeologjike, duke përfshirë një të cilin ai pretendon se kodrat Visoko Kodrat në e liçenit, Bosnjë si janë më kodra, janë nuk pallate. janë formacione natyrore, por janë piramida të lashta të ndërtuara nga njerëzit. Djem që s'jeshin, Të paktën është djem, thonë që janë si ndërtuar nga djem që s'jeshin, më si Mos djem. çojmë në vend në dytë. Po këndoja. Vendin e katërt keni. Rena numër 4. 5-4. Beauty routine, night routine, skin care, morning routine. Wow. Janë të Shaj, gjitha po, ke këto lokaleve shprehje që striptizës janë stilale. kthyer të zakonshme në përdorimin e përditshëm për të patur një lëkurë të shëndetshme në klubet shqiponje. Reklam. E Hajde. Mori famshmja në lek. skin care është të kthyer në një farë fiksimi. Veçanërisht në rrjetet sociale nga influencerë të ndryshëm si puna e Gretës. E heqim. Po, veçanërisht, pra, por në përgjithësi rezultatet e tyre onlines janë thjesht krijimi i miteve kallpe, pra janë rena. Po, mjet një tjetër. Për shembull, sipas një raporti të Cosmetica Italia, Wow. po, që është shoqata kombëtare ndërmjet kozmetike kështu me radhë, Faktoje, po. thotë dëgjoni tani, thotë mos ja fusni kod, se për shembull të rinj
fëmijët. Jo çdo gjë skincare, jo çdo gjë skënder. Sentite. Fjala vjen fëmijët në parfumeri dhe në dyqane kozmetike, për shembull, si Sephora, janë të merr. Nuk duhet shkojnë, nuk ka nevojë me shku. Sa lekë morë kësaj ti, ta bëj dhe unë pas tjetër. Kështu Sephoras? Se i vum gjobe? Ju më sa lekë morë për reklamë. Jo, më plak. Edhe nëse je 20 vjeç, nuk ka nevojë të vesh të bardh vezet e syt. Vesh anti-rrugë. Aplikoje një herë të unë. Ti je i plakur, ti je 21. Ua, domethënë sa të rëndësishme janë protozoarët në jetën tënde? Sa që është e rëndësishme rakia kumllës. Bravo. Ndërsa për mua janë të rëndësishme radikalet e lira. Ecim. Rena numër 3. Si ishte kjo? Erdhi rradh. Si xhiri. Jepi zipi. A vashëra grisë regjia. Vendi i tretë. Val pse qeshni? Absolutisht jo. Sepse e qeshmja ishte çelës. Asgjë tjetër, me thënë drejtën. Mbërritja e Sora. Sora 2. Mbërritja e Sora 2, pra unë thash thjesht një r më buristova. Tash Sora. Me r të butë. Nëse ti je serioz. Mbërritja e Sora 2, një video generator na ka hapur. Ja ke bën dialekt aka. Na ka hapur punë me disa fotoromane sociale, mes të cilave sajesa e një vajze që ecën mbi ujë. Po pse më jepni mua këto? Doni me gallate. E bëjmë për ty domethënë sepse kush ecën mbi ujë. Po pëlqen. Vetëm ai. Po na paska ecën i tha dhe Pietrit. Dil ecë ti. Si amajti Pietrit. Jo doli Pietri po nga dyshimi. Ai aty ishte prap. Vërtet, këto shaka bëni të diela. Jo, nuk janë shaka të diela, janë të vërteta të faktuara. Po jemi ka Berrenon. Kjo është tjetër gjë. Na lëmë valla po na lëmë valla se kena votuar për këtë klasim. E di që do po i shkojmë drejt fundit. Ne kemi përsëritje të mrekullisë së jetësit, por një sajes me inteligjencë artificiale AI. Po flasim për video të krijuara nga inteligjenca artificiale ose AI. Por që shumë njerëz i han për të vërteta. Natyrisht që po flasim për Kaperrenën. S'ka goca që ecin mbi ujë. Jo, s'lejon. Nuk lejon. Vetëm pa barezi. Nuk është fare vërtet zemra, rrie qet. Jo, unë eci për vete. Bravo, se miku Frima. Në këtë video të sagës së kësaj gocës që ecën mbi ujë, ajo jepet teksa ecën mbi pishin, por disa detaje do bëjnë përshtypje. Përshtypje. Këtu futet faktoje, me siguri. Patjetër, futet keli këtu. Fjala vjen sandalet apo kapucat sandale të vajzës ndryshojnë formë. Shpesh nga pamje në pamje. Vajza një herë ka ato me drita, një herë të një forme tjetër. Por ky është vetëm një detaj, pasi ka të tjera plot. Prandaj këtë mrekulli t'ia lëm atij që zbriti për qiellit dhe jo inteligjencës artificiale. AI, pra, se ne jemi serioze në vjen keq. Kaq është nduese. Kaq. Rena numër 2. Vendi i dytë i Hit Parade. Po qarkullon sërish. Më nis ka problem. Pse më vjet batutën? Po qarkullon sërish një tuf lajmesh alarmuese mbi monoksidin glutamik, i njohur ndryshe me formulën E621. Bëj tuf kopër. I cili akuzohet për gjithçka, si shkaktimin e migranias, astmës, mbi peshën, Alzheimerin, Parkinsonin e deri te kanceri. Acido glutamik nuk është gjë tjetër veç se një aminoacid i pranishëm në trupin ton dhe në shumë ushqime të tjera. E gjen tek domatja, tek kërpudhat, tek djathtrat e stazhonuar, te mishi, madje te peshku, e deri tek qumshti i gjirit. Unë përdor vetëm mikrodemra prezerën e fytyrës me rerzinku. Bukur. Më pëlqeve shumë. Acidi glutamik është thjesht një formë kripe dhe përdoret shpesh për t'i dhënë më shumë shije ushqimeve, pra nuk po flasim për diçka të krijuar në laborator, e jo më për dëm e kaq të rënda shëndetin tonë. Shnet paç. Po ku e diti që të bëjnë dëm shëndetin tonë? Ha Luciano, fol. Rena numër 1. E ka murën e numër 1. vendin e parë. E ka Egi sepse edhe fjalinë e parë ka standarde. Se e ka gjithmonë Egi. Rrini të qetë njerëz. Është i rrem. Lajmi se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka shpallur ditësie në Serbi. Ta them në refletimin. Atëherë. Rrini të qetë njerëz. Është i rrem lajmi se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić 24/7/2023 ka shpallur ditësie në Serbi pas humbjes me kombëtarën e Shqipërisë. Në faqen zyrtare të presidentit të Serbisë dhe faqen e presidencës nuk është publikuar Serbi. Ashtu dhe ndonjë nuflim, po një vend të ju lutem mos na zgjedhoni folit. Bëjeni diku tjetër. Okej, nuk e zgjedhoj më. Po emra ti takojmë? O vlla, ke drejtën ta. Motrës. Unë votoj te një kuti. Ti voton te një kuti. Okej. Aleksandar Vučić je motrit. Ka dhe nga ata që s'votojnë. Luka Modrić.
Çfarë kuzi ka? Kjo është kroat, valla, ç'pun ka me buçiçin. Atë vizatimin e Rejmanajt. Po pra, ateist, e kuptova. Por ai nuk ka thënë të ketë shpallur ditë zie në Serbi, ai ka thënë nuk mund të flija nga mërzia. E ka thënë në serbisht, normalisht. Po pse Marbur, pse? Në datën 12 tetor. Në Facebook. Faqja në Facebook e gazetës Koha Jon ka publikuar një fotografi të presidentit serb Aleksandar Vučić. Akoma po. Me titullin Presidenti serb Vučić shpall në Serbi ditë zie kombëtare për humbjen me Shqipërinë. A më pas ka bërë shaka. Shaka pa shaka. Mërzita i një pa gjuar. Mërzit se kishte drejt. Po. Të drejt. Që mërzit, sepse humbim. Gjithsesi shqiptarët me ditëzie apo pa ditëzie kanë përshëndetur motrat serbe. Serbi. Sham. Demokrat, është demokrat. Qafsha, pafsha, domethënë gjëra sa natyrë. Jo se kisha me atë. Rafsha. E kisha me motrat, pse motrat? Si motrat? Po ka vlezrit. Po vlezrit kemi të Kosovës, motrat atje, do të diskutojmë këtë. Ulsiu e di këtë punë. Keni drejt. Shkam. Kujdo ti deri. Rini të qeto njerëz. Pranë si bukur I mori. Pranë. Shiko, mos e ngacmoni kemi kur dali. Unë them se rikthehemi edhe një herë tek kuici javës. Lëre, mos na lexo gjithën se s'kemi më kohë, domethënë apo kemi. Kemi kohë. Kemi, mos si s'kemi. Si s'kemi? Ne bëjmë vet kohën. Ti lexoj Hegi të dyja. Jo. Pse bësh ka varianti? Lexoj shpejt. Varianti I parë. Në muajin e ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit në rrjetet sociale po qarkullon lajmi se Zvicra ka ndaluar mamografin si një metodë ekzaminimi, pasi kjo shkakton dëme. Mamografit përdorin rreze X për të kontrolluar praninë e kancerit, veçanërisht tumoret shumë të vogla për të parë ose për të ndjerë. Ekzaminimi përfshin shtypjen e secilit. Ekzaminimi përfshin shtypjen e secilit gjim midis dy pllakave, të cilat përhapin indin e gjirit në mënyrë që të mund të bëhen fotografi të qarta. Por një raport I vitit 2014 nga bordi mjekësor zviceran vuri në pyetje për fitimet e mamografive dhe rekomandoi ndërprerjen e përdorimit të tyre. Dhe ky është varianti im. Varianti I Egit do jetë shpejt. Ku është apo në muajin e ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit në rrjetet sociale po qarkullon lajmi se Zvicra ka ndaluar mamografin si metodë ekzaminimi, pasi ajo është Zvicra. Pasi është shkakton dëme I dashur. Mamografit përdorin rreze X për të kontrolluar praninë e kancerit. Një raport I vitit 2014 nga bordi mjekësor zvicerian, që është BMZ, vuri në pikpyetje përfitimet e mamografive dhe rekomandoi ndërprerjen e përdorimit të tyre. Të lumë të goja 10. Por ekspertët dhe organizatat mjekësore kritikuan gjetjet duke I quajtur raportin të gabuar dhe mashtrues. Pra, nuk është e vërtetë që Zvicra ka ndaluar mamografin. Atëherë kush na ka gënjur? Greta e bukur si Helena Trojës apo Egi I shëmtuar? Sigurisht është shumë I mirë. Ka perrenën. 06920702222. Këtë e di përmend. Se kisha dhe grëmësim, doli dhe kështu. Merr një valë, sallata para emisionit. Dhe plus 3349551144 nëse na drejtoheni nga Kosova. Sot nuk do puthemi fund emisionit se jemi qull ndjers. E vërtetë është kjo. I kemi përshëndetur ata të Tampës në Florida. Po, I kemi përshëndetur. Florida. Po na vin shumë mesazhe. Po çfarë bëjmë ne? Ai shumë sa s'po di këtë përzgjedhje. Tani zgjidh jo, më shkati më shpejti do fitoj, po do doja që ti kaloja të gjitha. Jepi. Fledi tim kujton komplet rinin time. Jo, nuk është. Jo. Dikush I kujton Greta se rinin. Jo, është mesazh nga Sonila, nuk është ne për Sonila. Gjes klubista nuk kemi ne. Mos është vajza që humbi emisionin. Gjithë përfshirë. Më I shkati, më I shpejti është numri I telefonit me 950 në fund. Është një mesazh. Thuaj si e thon Kosovë. 950. Si e thon? 950. Pra, e çan të gjuh. Po përpiqem që të marr emrin e fituesit, duke I dërguar një mesazh. Ka fituar një bizhu nga Rivaldi dhe 2 bileta nga Cineplex. Bravo. Tani më çfarë shoh gjithë kanë menduar se gënjej unë. Përveç njëti person gjatë gjithë kohës që thotë se Egi gënjen. Të drejtën dhe nuk u skuqe fare. Mirë, këtu po e mbyllim edhe për sot ka perrenën, si gjithmonë me përqafimin ton tradicional. E vërtetë është kjo. Sepse nuk kemi rrugë tjetër. Hajde, avash. Hajde, merri kohën tuaj. Të karike dhe mund ta kisha hequr. Sa mirë ndiem mesin tuaj. Ka perrenën është një prodhim I Radios Club FM me mbështetjen e Faktoje, mundësuar nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.